Kuptohet që fermerët duhet jenë të përgatitur vetë me mjetet të thjeshta fare, sepse nuk është pa investime që i kushtojnë xhepat e tyre, është të ndezin ashtu siç bëjnë vreshtarët e Francës, që prodhojnë atë verën e mirë Bordon, që ndezin në zjarre në midis rreshtave. Zjarre midis rreshtave? Po. Zjarre të cilat nuk kanë ndonjë risk të përhapjes masive, se ndoshta neve e kemi pakte. Duhet kemi të kujdesshëm besoj që janë kryesisht zjarre që janë me kashta në mënyrë që tymi i ngrohtë të deportoj nëpërmjet pemtores dhe në lartësi, duke krijuar atë klimën, zbutjen e klimës së ftohtë. Kjo bëhet gjatë ditëve të ftota? Vetëm gjatë netëve të ftota.